Grumbulluesit dhe agropërpunuesit e produkteve bujqësore nuk po lëshojnë fatura për fermerët, duke i penguar këta të fundit të përfitojnë nga skema e re e kompensimit. Për këtë arsye, administrata tatimore ka nisur kontrolle në terren dhe paralajmëron masa ndëshkuese për çdo subjekt që shkel ligjin. Duke nisur nga 1 korriku 2026, fermerët do të përfitojnë një kompensim prej 10% për çdo faturë të deklaruar nga shitja e produkteve bujqësore. Kthimi i kësaj vlere do të realizohet nga administrata tatimore, duke synuar formalizimin e sektorit dhe mbështetjen e fermerëve. Megjithatë, shqetësimet e fermerëve janë shtuar, pasi shumë prej tyre raportojnë se bizneset grumbulluese dhe përpunuese refuzojnë të lëshojnë faturat tatimore. Ky problem është evidentuar përmes ankesave të depozituara pranë institucioneve përgjegjëse. Në këtë kuadër, kontrollet do të përqendrohen te subjektet që operojnë si grumbullues dhe përpunues për të verifikuar nëse respektojnë legjislacionin tatimor, nëse lëshojnë faturat përkatëse dhe për të identifikuar raste të mundshme abuzimi, përfshirë përdorimin e NIPT-eve fiktive. Paralelisht, në sitën e verifikimeve do të jenë dhe fermerët e regjistruar me NIPT për të konfirmuar nëse ushtron realisht aktivitet bujqësor apo bëhet fjalë për regjistrime fiktive. Administrata tatimore thekson se çdo subjekt që nuk respekton detyrimin për lëshimin e faturave do të përballet me ndëshkime, ndërsa u bën thirrje fermerëve të kërkojnë faturë për çdo produkt që shesin. Për të përfituar nga skema e kompensimit prej 10%, fermerët duhet të kryejnë shitje vetëm tek subjektet e regjistruara për TVSH, si grumbullues, përpunues apo agroturizëm i certifikuar. Aktualisht në vend janë rreth 113.000 fermerë të pajisur me NIPT, por vetëm një pjesë e vogël e tyre kanë kryer transaksione të deklaruara. Sipas llogaritjeve paraprake, fondi potencial i kompensimit arrin në rreth 400 milion lek. Autoritetet synojnë që përmes kësaj nisme të rrisin transparencën dhe formalizmin në sektorin bujqësor, duke garantuar më shumë mbështetje për fermerët.